Sot me vullnetin e Zotit do të flas për vlerat e fjalës La ilaha illallah. Me qenë se kemi të bëjmë me një fjalë që është mjaft me përmbajtje të thellë dhe të madhe, do të mundohemi të dashur musliman. Allahu i madhërisëm na ka urdhëruar të përmendim Allahun në çdo kohë dhe pa kufi. Në çdo kohë, natën, ditën, në rrugtim, në tren, në autobus, në aeroplan, kudo që t'jesh. Ai thot: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila." O ju besimtar, përmend Allahun me përmendje të shumtë, me përmendje të shpesh, dhe lavdron atë në mëngjes dhe mbrëmje. Mëngjes dhe mbrëmje, thuaj elhamdulillah. Ashtu e don Allahu te bareke ve taala. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Mathalul ladhina yadhkuruna Allah wal ladhina la yadhkuruna Allah kamathali hayy wa mayyit." Shembulli i atij që e përmend Allahun dhe ai i cili nuk e përmend Allahun është sikur se shembulli i gjallit më të vdekur. Islami e trajton të gjallë atë njeri që e përmend Zotin e tij, krijuesin e tij, dhe i vdekur është ai njeri, po që me trup jeton i gjallë, ai i cili nuk e përmend Allahun e madhërisht. Veçanërisht na ka porositur ta përmendim pa fund, ta përmendim Allahun pas përfundimeve të adhurimeve. Për shembull, e bën një adhurim, e falim një namaz, ta përmendim Allahun. Pas përfundimeve të ibadeteve, pas përfundimeve të namazeve, ta përmendim Allahun, thot Allahu i lartësuar: "Fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum." Pasi ta kryeni namazin, përmend Allahun duke qëndruar në këmbë. Jeni po, me ke fal namazin i çun kom, përmend Allahun. Ulur apo shtrir? Ulur e bën dhikrin. E ke dhënë selamin djatësh, vajt, me përmend Allahun. Apo dhe shtrir, je lodh, je shtrit, e ke kry namazin, je lodh, ke pushu, ke punu, ke bën namaz, je i lodh, je shtrepa, përmend Allahun te bareke ve taala. Gjithashtu pas riteve të haxhit, e kryen haxhin si ibadet pi shtyllat 5 të Islamit, thot: "Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha dhikrikum aba'ukum aw ashadda dhikra." Pasi ta kryeni ritin e haxhit, përmendni Allahun ashtu siç ju kujtohet prind tuaj. Çu i kujtoni prind tuaj, përmendni Zotin pas haxhit, madje edhe me tepër, madje edhe më shumë se sa që i përmendni prindrit gjalla për të vdekur. Dhikri përfshin të gjithë llojet e adhurimit. Gjithë llojet e adhurimit përfshin në përmendje të Zotit. Se me zemër, gjuhë apo gjymtyr. Domethënë me zemër me përmend Allahun, me gjuhë dhe me gjymtyr. Ndër më të lehtat dhe më shpeshta, përmendja është me gjuhë, s'ka zonë me gjuhë, elhamdulillah. Falënderimi i takon Allahut. Falenderojmë Zotin për gjitha këto mirësi që i kemi. Më të shpeshta që duhet besimtarit të përmend Allahun është subhanallah. I pastër është Allah. Subhanallah, subhanallah, i pastër është Zoti. I pastër është i pislekit të gjitha atyre gjërat të cilat i veshin i dhujtarët, pa fe, që i bojnë rival dhe shok. Allahu akbar, Allah është më i madhi, i pakrahasueshmi. Çdo gjë është krijesë, ai është krijues. Allahu akbar. Ende Allah, kjo përmendje e Zotit. Domethënë, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, me shlepër për gjuhën shumë kollaj është. Ku do mundesh me i thonë këto? Këto mund të thonë në çdo gjendje, në këmbë, ulur, të shlir apo në lëvizje, sepse gjuha nuk lodhet si organ. Gjuha nuk lodhet si kur organet tjera. Për shembull duart lodhen, tu punu, kond. Organet tjera trupit lodhen, gjuha nuk lodhet. Kërkush ju ka lodh goja të thonë subhanallah, elhamdulillah. Shikoj ku shon gjuhën. Subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Nuk lodhesh, his nuk lodhesh, nuk ki kur gjohë me dhonë shumë këto. Prandaj duhet me përmend. Këto mund të thunë në çdo gjendje thanë. Por fjala më e madhe e përmendjes së Allahut, cila është i tyre më e madhe, është la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut,
dhe dëshmojnë apo dhe se Muhamedi është rob dhe dërguari i tij. La ilaha illallah është më e madhja fjalë. Ushtroni këto me përmend shumë Allah. Unë shia ju, jetë ju një familja. Familja duhet me të një ty la ilaha illallah. Ti që vjen xhami duhet me mësu dhe i fëmijët. Në shpejt. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E minë dhe e mësa. I fjallën kryesore, gjonë kryesore nuk e din të islamit. Qilësin e islamit se din. Nuk din me thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pra ndaj tjerat punë, qëfar kuptimi kanë? Qëka kanë kuptim tjerat punë nësi i punojnë nëse se kemi këto në rejnë? I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thonë, fjala më e mirë që kam thënë unë dhe pejgamberët para meje është, cila është fjala që më e mirë që ka thonë Muhamedi alayhis salam dhe gjithë pejgamberët tjerë, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nuk ka të adhuruar të drejtë veç Allahut. Ai është i vetëm, pa shok. Zban edhe kyrën aty. Pa shok. Zban edhe gurin. Zban edhe drunin. Zban edhe mullinin. Zban edhe lisin. Zban edhe gurin atje. Jo. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Fjala me mirë që kam thonë dhe pejgamberët janë, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nuk ka të adhuruar të drejtë veç Allahut, ai është i vetëm pa shok. Ati përket sundimi dhe lavdrimi. Ai është i plot fuqishëm për çdo gjë. Nëse mendon diçka që ka fuqi, që krahasohet me Allahun, ke dalë ti fe. Ai është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Nuk krahasohet Allahu krijuesi të gjitha krijesat me diçka nga krijesat e tij. Domethënia e fjalës la ilaha illallah vëllezërit e mi, o xhamati respektuar. Kjo fjalë nuk është thjesht një deklaratë gojore. Nuk ka bashkëlet kjo punë. Kjo ka domethënie të thellë që s'duhet me departu. Kushte dhe kërkesa ka që e bëjnë themel të fesë islame. Themeli kryesor i fesë islame është la ilaha illallah. Për të janë krijuar qiell dhe toka, o musliman. Për fjalën la ilaha illallah janë krijuar qiell dhe toka, dhe na jemi krijuar për çdo. Për la ilaha illallah ti e kriju. A ke marrë vesh pse ka kriju Allah? Sot merr vesh. Pse pas ka kriju ty Allah? Për la ilaha illallah. Për të janë krijuar qiell dhe toka, janë zbritur shpalljet dhe janë dërguar profet. Shpalljet që kanë zbrit Taurati, Injili, Zeburi, Kurani, suhufët e Ibrahimit, suhufët e Musës, pejgamberët e Zotit. Çdo popull ka pas pejgamber, 25, 28 në Kur'an. Për çet fjalë kanë ardhur. Për la ilaha illallah kanë ardhur në tokë. S'kan ardhur për diçka tjetër. Ajo është fjala e Islamit. Qelsi xhenetit. Çush me xhenet me la ilaha illallah. Ajo që ndan besimin apo besimtarin nga jo besimtari. Për me ditë cilë jo besimtar dhe cilë nuk ka besimtar me la ilaha illallah. Ajo që mbrohet gjaku për ta. Derdhet gjaku për ta. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Për këtë fjalë ruhet pasunia, nderi. Këtë vjet muslimani nderin se për la ilaha illallah. Dëshmia që shpëton njeriu nga zjarri dhe fut në xhenet. Me që dëshmia që shpëton nga zjarri dhe futet në xhenet. Me la ilaha illallah. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu i ka ndalu zjarrit xhenemit, ja ka bu haram, zjarrit ja ka ndalu Zoti. Ati që thot la ilaha illallah dhe thot duke kërku fetyrën e Allahut. Jo vetëm që thot çështu, po kërkon fetyrën e Allahut. A di kur të thot njeri musliman, a di kur kanë thonë baballar gjyshi të gjyshi ka thonë la ilaha illallah. Ka livrit vendin. Zemra i ka livrit për vendit. La ilaha illallah. Për la ilaha illallah ka nërë punën. Për la ilaha illallah çdo gjë ka pas kuptim tjetër kur shpërmend këtë fjalë. Prandaj ku jemi ne sot? Dy shtyllat e la ilaha illallah. E para është mohimi. E nefi. E para është mohim. La ilaha. Mohim i çdo adhurimi ndaj çfarë do gjeje përveç Allahut. Çfarë do gjë tjetër ti e mohon? A nefi.
Dhe dyta shtyllë kësaj është pohimi el-ithbat. Pohimi se vetëm Allahu meriton të adhurohet. Po pohon me gojë, me zemër, me gjymtyr. Ti e pohon, tjetër nuk e pohon. Po thot hoxhën edhe ka pak ka tyrbet. Ja, s'ka la ilaha illallah. Universal ta na fetë janë Zotit jo. Vesh një fe është e Zotit. Cila është ajo fe? Islami. Wa men yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbalu minhu. Kush shkon fe tjetër jashtë Islamit, Allahu thot nuk e ka. Wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin, dhe në botën tjetër nga të humbur. Pse ata me pas kuptim fet? Nëse krahas Zotit ku duhet ka madhuru dikush tjetër, krahas la ilaha illallah duhet madhuru dikush tjetër. Tash s'kan kuptim fet. Krejt fet duhet ta ken la ilaha illallah, a është vetëm një fe e pranuar të Allahut. Kuptimi i kësaj fjale është që muslimanët të braktisin udhëtarinë dhe t'i pushtojnë vetëm Allahut. Sikur si Ibrahimi alayhis salam ka thonë: "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Unë ju rrej dhe nuk bëj fare me ata që adhuroni. Mu kur s'kem me ju që adhuroni, i thot Ibrahimi, përveç ati që me ka krijuar, veç ati që me ka krijuar, unë ati në shtronë, dhe aj do të më udhëzoj, vetëm ati, jo idhujve tjerë, jo zotrave dhe putave tjerë, çfarë do qofshin gurt apo të langet apo të bom nga dora e njeriut apo nga dora e gdhendës njeriut apo të ngjajsh, jo, to tjerat jo. Allahu thot: "Famen yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha." Kush mohon idhujtarin dhe beson në Allahun, kush i mohon idhujtare e mohon idhujtarin dhe beson Allahun, ka kapur litarin e fortë. E ka kapur litarin e Islamit, që nuk kputet kurrë. Kush e mohon idhujtarin krahas Zotit në bodhe diçka tjetër dhe beson Allahun, ka kapur lidhjen e fortë që nuk kputet kurrë lidhja me Zotin. Kuptimi i saktë dhe kuptimi i gabuar. Vëllezër, disa e shqiptojnë la ilaha illallah me gojë, por nuk e kuptojnë apo nuk e zbatojnë me zemër. Hipokritët e bënin këtë. Hipokritët e Mekës, munafikun, ata që se kanë marrë vesh la ilaha illallah, veç që shtu me gojë kanë thonë, ju do që musliman vërtet ata nuk i kanë qenë musliman. Duke thënë fjalë, por duke mos e besuar. Sot ndodh me dikush që thot këtë fjalë, po shkon te varri, kërkon ndihmë nga vdekurit. Çka i thonë? Tyrvet në kërkos. Shënton majt në sheftat punë. Varraxhi pasha Allah. Prandaj kërkojnë ndihmë nga vdekurit. Therin kurban, keni me potash në shenjë. Edhe shenjë gjatë, gjergji shenjë. Keni me pa në tyrve në pula e sa shkollë pikturë. Therin kurban për ata, i adhërojnë njërë të ndryshme. Që veç me ndo që ka besojnë sot njerës. Zdip se më shenë të në spitalet, më zdip se janë halo qërë. Qërë kur në kanë pru? O musliman, kjo punë është me kaj. Pasha Allah, në tonë kjo shirkë në tokë një bo, në tokë të Allah. Në tokë të Allah, në tonë kjo shirkë një bo, zotit një bo rivar, paritet, rivar. Qësh mërë besan kështu? Qësh mërë besan varë? I vdekur, ajs nuk më sëndon as zët vetën, aj ka vdek. Ka mujt me qenë burë mirë, ka mujt me qenë gruën mirë, ka mujt me qenë besimtari mirë për veti. Ka marrë të feri saj, i apo i ati. Po pak në iman, në lidhë pak. Likej nuk arribu ila Allahi zulfe, që në lidhë me Zotin e vërtet. Të vëni i vdekurin me lidhë me Zotin, lidhë, të dënë me përmes bore. Allah i në drejtoftë. To veprime kundërshtojnë drejt për drejt këtë dëshmi. Çto veprime drejt për drejt e atakojnë shahadet. S'ka këtu shahadet, kush i bën këto veprime. E kulli ma të smullë, astaghfirullah e rëktivori. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Falënderojmë Allahun, salatu wa salam me i dërgojmë pejgamberit tonë alayhi salatu wa salam. Një sahabi e kishte pas një shërptor, një gjarje, shërptor dhe baresh, si duket nuk e kanë dëgju. Ja ka dhoni, të nga thënë një flakaresh, ka u ditë. Po i ka ra pishmonit, sepse në Islam i ka ra pishmonit. Islami nuk thot një rre punëtor e robrit, absolutisht.
Dhe drejtat e njeriu të nxjerr pikërisht nga feja Allahu te barekutaale që sot pretendojnë disa vende që i zbatojnë. Dhe shumë te Muhamedi alayhi salatu wassalam edhe i vjen pishmon, o ja Rasulullah, ku bëni vepër të keqe, e ku godit një shërptore që baneshën time, pa pas nevojë ku mra. Thirrët, thot, aman, thot pelshoj, veç as Zoti ma fal këtë gabim. Shikoj sa i kon pendu sahabë. Çka ndodh? E thirr. Ejn Allah, ku është Zoti? Bismillah. Men ana, ku jam unë? Rasulullah, i dërguar i Zotit. I'tiqha fa innaha mu'mina, lirosit jo muslimone. Pa i sahabiu, e liran nga këto dy gjëra. Kush Allah është nel, kush jam i dërguar i Allah? Jo, kjo besimtar është. A ke kuptoni çka do të thotë që jemi besimtar dhe besimtar? Dia dhe kuptimi i saktë, njerëzit e thjesht që nuk e kuptojnë fjalën la ilaha illallah, mund ta mësojnë dhe të udhëzohen. Për shembull, mund të më thonë valla ose se di. Unë më thonë internetin, për shkatroni, kompjuterin, ato, la ilaha illallah s'ku më mësana. Mëso. La ilaha illallah, Muhammed Rasul, mëso këto. Mëso dëshmin zaman, po s'po mojnë, s'po marrë. Mëso më rebu, shenur dikun. Mëso, intereso për to. Por e keqja është kur kuptimi i gabuar për hapet nga ata që e përdorin dhe janë të ditur. Ma e keqja, ti të kush e ke? Ata që shiten si hoxhallar, vetë shpallur, që s'janë hoxhallar, ose janë po të mësu gabimisht. E thojnë kuptimin e kundërt. Kjo është e keqja. Sa dhe i e avam, bje popull i thjesht nuk e kupton. Amo kur ki dije e me thonë të kundërtën, o shumë kjo gabim i madh. I dërguari sallallahu alaihi wasallam paralelmoi dhe tha: unë kam frikë për ummetin tim nga dietarët e devijuar. Çu që thonë, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk ka zot meritor, nuk ka të adhuruar me të drejtë. Se zotra që adhurojnë njerëz ka plot. Shiko që ndryshojnë kuptimin e saktë të kësaj fjale ata që e kanë besimin e devijuar. Këta janë njerëz që ndoshta kanë dije për çështjet e jashtme të fesë islam, por janë ignorant në themelet e saj. Nësimit Allah, nuk e njësojnë Allah si duhet. Allah thot: "Wala yamliku alladhina yad'una min duni shafa'atan illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun." Ata që adhuroni posti nuk mund të ndërmjetësojnë përveç atij që dëshiron të vërtetën dhe ata e dinë. Dhe ata e dinë. Së është e vërtetë. Pasojat e mosveprimet me këtë fjallë. Çka do të thotë? Cilat janë pasojat? Shumë njerëz thonë la ilaha illallah, por nuk falin namaz apo nuk japin zakat. Ndërsa Allahu i madhërueshëm thotë: "Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fa khallu sabilahum." Nëse pendohen, falin namazin, japin zakatin, atëherë leni të qetë. Leni të qetë. Beson Allah, fal namaz, jep zeqat, le të qetë vlanirë, sumer me ta, le të qetë. Pastaj tjetër, fe in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi d-din wa nufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun. Nëse ata pendohen nga gjuna. Falin namazin dhe japin zakatin, atëherë janë vëllezër në fe. Janë vëllezër në fe. Për shkak ju pengon që kjo shqiptarëve shumë ju pengon kur ti thu kam vëlla nga feja. Allahu më përthot së përthomun. Allahu përthot njën vlazën fe. Nësa ata pendohen, falin namazin, japin zakatin, ata në vlazën fe. Ne shërën ma jetët një popli që din. Një popli që ka të mënduar din, ne shërën ma jetët. Hasan al-Basri është pyet, kush thot la ilaha illallah, a hyn xhenet? Ai u përgjigj, po, nëse jep hakun dhe përmbysh detyrat e tyre. Një selef ka thonë, po, ajo është qelsi gjenetit, por çdo qels ka dhëmbë. Nëse vjen me qelsin e dur, dera hapet. Nëse jo e mbetet e mbyllur. Allahu thot: "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Dije se nuk ka zot tjetër të vërtetë përveç Allahut dhe kërko falje për mëkatet tua. Përfundimi krejt kësaj që tha, Allah i madhreshëm këtë ajet me urdhron që të kemi dituri para se të flasim apo të veprojmë. Para se me folë për la ilaha illallah duhet me pas dije. Fa'lam annahu la ilaha illallah, dije se nuk ka të vërtetë përveç Allahut dhe kërko falje për mëkatin tënd.
Sepse një vepër që nuk zbatohet me dituri të saktë është e gabuar dhe mund të çojë në devijim. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'atun illa man shahida bil haqqi wa hum ya'dilun. Ata që adhurojnë posti nuk mund të ndërmjetësojnë. S'ka ndërmjetësim. Kur adhuron diçka, ditën e gjykimit ai s'ka me të ndërmjetësuar. Përveç atij që dëshmon të vërtetën, dhe ata e dinë. Ai që dëshmon të vërtetën, je musliman, ti ke vesh la ilaha illallah, ku do të dalësh para Allah, ki mundësi me ndërmjetësu para anëtarëve të familjes. Po ki la ilaha illallah, po edhe në tyrbe që të dikot, dije që ti e ke lagu, edhe për familjen mos mendoj që ki mundësi me ndërmjetësu. Mushrik, po është mushrik, billah. Kjo e tregon qartë se ndërmjetësimi nuk vlen për askën, përveç atyre që kanë dëshmuar njëshmërinë e Allahut me fjalë, me zemër dhe me vepër. O Zot na falë, fali familjarët tanë, ndihmoj partnerët në mesin tonë, ndihmoj vendin tonë. O Zot, na bën të mundshme që ta kuptojmë saktë drejt fjalën tonë la ilaha illallah, me shtyllat e saj, me kushtet e saj, dhe ta praktojmë ato me zemrat tona dhe me veprat tona. Kullu ma tasma'un astaghfirullaha li wa lakum ibadallah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم السر واقم الصلاه.